Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka theksuar rëndësinë e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke vlerësuar kontributin amerikan në lirinë dhe shtetëndërtimin e vendit. Në një postim pas pjesëmarrjes në shënimin e ditës së pavarësisë së SBA-s në ambasadën amerikane në Prishtinë, Kurti ka përkujtuar vlerat themelore të deklaratës së pavarësisë së SBA-s. Jeta, liria dhe kërkimi i lumturisë janë të veçuara në preambulën e deklaratës së pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në mesin e të drejtave të patjetërsueshme, si themel i qeverisjes që krijohet me miratimin e popullit, ka shkruar Kurti. Ai theksoi se populli i Kosovës për një kohë të gjatë ka qenë i privuar nga këto të drejta, ndërsa ka shtuar se përvoja e Kosovës është e lidhur ngushtë me mbështetjen amerikane. Prandaj, këmbënguljes dhe sakrificës së popullit tonë për liri e pavarësi, natyrshëm i erdhi ndihma amerikane, ka deklaruar ai. Kurti gjithashtu u shpreh mirënjohës për SBA-n, duke theksuar se Kosova mbetet falënderuese për ndihmën, partneritetin dhe aleancën e pazvendësueshme me Shtetet e Bashkuara.